Ish deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Paul Lekaj, është deklaruar i papajshëm për hedhjen e gazit lotësielës në Kuvendin e Kosovës në vitin 2015. Lekaj, pas seancës gjyqësore, deklaroi për media se nuk është pishman për veprimet e asaj kohe. Ai tha se këto veprime kanë qenë demokratike dhe politike. Takus kundër Paul Lekajt me dhëna personale si në shkresës vendës, sepse në datën 30/11/2015 në orën 12:45 në hollin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, i pandehuri në mënyrë kërcënuese ka përdorur armën, gazin lotësielës, në atë mënyrë që me qëllim të pengimit të punës së deputetëve të Kuvendit, ka hedhur gaz lotësielës, ku përpasoj për disa minuta është ndërprerë puna në Kuvend për shkak të kontaminimit të ambientit dhe deputetët të pranishëm të tjerë janë detyruar të largohen nga holli dhe salla e Kuvendit. Me këto veprime në vazhdimsi ka kryer vepra penale për përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 375 paragrafi 2 Kodit Penal të Republikës së Kosovës në fuqi. A keni përgjigje? Jo, nuk ndi. Kanë kaluar 10 vite dhe ne kemi bën një veprim politik që për të mbrojtur territorin e Kosovës dhe kjo na mundson kushtetuta e vendit. Prandaj veprimet tona kanë qenë demokratike, veprime politike dhe sipas betimit që e ka dhënë deputeti. Po mbesoni çdo herë ja vlen për të mbrojtur territorin e Kosovës, për të mbrojtur atë që shumë kush ka dhënë jetën për këtë vend. Prandaj nuk pendohem për veprimet e mia, por ja që kemi në krye që e thoni të qeverisë, një njeri i pandërgjegjshëm, një njeri që më të vërtet mas pak të intereson Kosova, por i intereson pozita e tina.